Pothuaj në asnjë luftë, Skënderbeu si pa të munguar të ratisurit, zbuloi njësit letrat dhe lajmtarët e fshehtë nga armiqtë e tij, kurse tani asgjë nga këto. Në mos po, për ndryshe, të themi se shkaku i kësaj ka qenë që ushtria ishte gatitur qysh më parë kundër grekërve të Azis. Kështu që duke e parë në përdor, e mbaruan punën aq shpejt, sa s'mundi të vinte para tyre ndonjë lajm, siç ndodh zakonisht, kur gatitet dhe mblidhet ndonjë ushtri. Përveç kësaj, letrat dhe lajmtarët nuk janë një punë e tillë që të mund t'i dërgosh kudoherë me kohë. Edhe miqtë e vjetër ndoshta e kishin zili, lavdinë e burrit dhe se duronin dot ngritjen aq lart të tij, që i kalonte kufijtë të parëve. Por këto gjëra janë të pasigurta, prandaj duhen poruar nga ne jo me shumë guxim. Megjithatë, ata duhen përmendur të paktën për t'u shmangur ndonjë krim i pakujdesie apo përtese, sepse edhe sikur të jetë thënë diçka jo tamam e vërtetë, ne do të na shfaqsojmë me plot të drejtë mungesën e autorëve për shkak të secilës, duke qenë se shkrimet janë të paka ose mungojnë fare. Zorë se mund të nxirrë gjë tjetër më afër së vërtetës. Gjithashtu, edhe për atë ronjën që ishte në një vend më të ngritur, më të përshtatur, për të shikuar qartë dhe secilës tanët, aq fort ja kishin mbërthyer sytë dhe si ja ndanin dot. Ka mendime të ndryshme. Një palë thonë se u korruptuan me dhurata dhe premtime nga armiku. Një palë të tjerë se u shtypën nga pararoja e tij në kohën që një pjesë po e ndeshin pa kujdes në vende më të këndshme. Një pjesë po flini duke u vrarë kështu të gjithë, përpara se të mund të jepnin ndonjë shenjë nga ato që patën caktuar. Edhe mund të ishte lehtë për pak veta, por duket sigurisht të vështirë për atë numër. Nga ana tjetër, asnjë kufon, asnjë gjurmë për vrasjet e tyre s'u pa gjë kundër. Prandaj, nuk mungojnë ata që pohojnë shumë të drejtë se u kapën robër. Rojet e tjera nuk ruanin andej. Nga u duk rreziku kurse ati nga ruanin s'mund të vinin re armiku, veç se po të bëhej hafër. Kështu ata i dhan pak kohë kampit për t'u gatitur.